Welcome to the weekly press briefing. Mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Më 15 maj, trupi gjykues në çështjen gjyqësore të Hashim Thachit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, vendosi mbi 2 raporte të zyrës administrative në lidhje me kërkesat e viktimave për pjesëmarrje në proces. Në vendimin e tyre, gjykatësit miratuan kërkesat për pjesëmarrje në proces të 4 viktimave dhe hodhën poshtë kërkesën e një viktime. Rregullorja e DSK-s u lejojnë gjykatësve të pranojnë kërkesat e paraqitura pas kalimit të afatit nëse paraqesin arsye bindëse. Në vendim, gjykatësit shpjeguan arsyetimin e tyre për pranimin e kërkesës së secilës nga 4 viktimave. Këto 4 viktima do t'i bashkojnë grupit të viktimave pjesëmarrëse që përfaqësohen nga mbrojtësi i viktimave Simon Loz. Në këtë çështje gjyqësore tani marrin pjesë 156 viktima. Në të njëjtën çështje gjyqësore, trupi gjykues vendosi mbi një kërkesë të prokurorisë për pranimin e dëshmive me shkrim të 5 dëshmitarëve sipas rregullës 155. Ky rregull i lejon gjykatësit të pranojë si provë dëshminë e një dëshmitari që është i padisponueshëm të paraqitet në sallën e gjyqit nëse përmbushen disa kushte kryesore ose është objekt i ndërhyrjeve. Trupi gjykues hodhi poshtë kërkesën lidhur me një nga dëshmitë me shkrim të propozuara nga prokuroria. Trupi gjykues i pranoi dëshmitë me shkrim të 4 dëshmitarëve të tjerë, duke theksuar për secilin prej tyre se provat e dëshmitarit përkatës nuk lidheshin drejt për së drejti me veprimet dhe sjelljet e paraqitura në akt akuz. Trupi gjykues theksoi gjithashtu se vlerësimi përfundimtar i mbështetshmërisë së provave të pranuara do të bëhet në kuadër të tërësisë së provave të pranuara në fund të gjykimit. Në çështjen gjyqësore të Hashim Thachit, Bashkim Smakajt, Fadil Fazliut, Jesni Kilajt dhe Hajretin Kuçit, gjykatësia e procedurës paraprake zgjati afatin prokurorinë për të përgjigjur mocioneve paraprake të mbrojtjes në atë çështje. Kjo ishte pas 2 zgjatjeve të afatit të miratuara më parë për mbrojtjen. Para fillimit të gjykimit, i akuzuari ka të drejtë i dorëzojë mocione paraprake gjykatëses së procedurës paraprake, me anë të cilave ai, për shembull, mund të kundërshtojë jurisdiksionin e dhomave specializuara ose të pretendojë mangësi në formën akt akuzës. Ekipet e mbrojtjes kanë dorëzuar 5 mocione paraprake në këtë çështje gjyqësore. Seanca e apelit në çështjen gjyqësore të Pjetër Shalës përfundoi të premten e kaluar, 16 maj, pas parashtrimeve nga palët dhe pasi zoti Shala ju drejtua personalisht panelet. Në parashtrimet e saj, mbrojtja tha, ndër të tjera, se dënimet duhet të rrëzoheshin dhe se klienti i tyre duhet të shpallej i pafajshëm për të gjitha akuzat, ndërsa prokuroria argumentoi se apeli i zotit Shalla do i hedhë poshtë në tërësi. Paneli i gjykatës së apelit do ta japë vendimin e tij më vonë.